Ëndrat në burg, Zanafilla 40. Vargjet kyçet kapitulli. Në mëngjes Jozefi erdhi tek ata dhe vuri re që ishin të shqetësuar. Kështu i pyeti duke thënë: "Pse keni sot një fytyrë kaq të trishtuar?" Vargjet 6 deri në 7. Jozefi u tha atyre: "A nuk i përkasin interpretimet Perëndis? Ma tregoni ëndrrën, ju lutem." Vargu 8. Por kryekupmbajtësi nuk u kujtua për Jozefin, por e harroi. Vargu 23. Jozefi është në burg, i akuzuar padrejtësisht, i harruar nga të gjithë, dhe çfarë bën? Vëren fytyrat e trishtuar të tjerëve. Njeriu që kishte më shumë arsye se kushdo të mendonte vetëm për vete, pyeti dy të burgosur pse ishin të mërzitur. Ky kapitull na tregon si duket besimi kur asgjë nuk ecën dhe si duket pritja kur premtimi vonon edhe 2 vjet të tjera. Konteksti historik dhe kulturor. Kryekupmbajtësi dhe kryebukpjekësi nuk ishin shërbëtorë të thjeshtë. Ata ishin 2 nga njerëzit më të besuar të oborrit mbretëror. Njëri i jepte verë faraonit, pra mbante jetën e tij në dorë sepse ishte i pari që provonte për helëm. Dhe tjetri kujdesej për gjithë ushqimin e pallatit. Nëse dikush përpiqej ta elmonte mbretin, dyshimi binte mbi këta të dy. Prandaj edhe ata u futën në burg së bashku, sepse kishte pasur diçka të dyshimt në obor. Dhe ëndrat në Egjipt ishin çështje serioze. Egjiptianët besonin fort se ëndrat mbanin mesazhe nga Perëndit dhe kishin priftërinj dhe libra të tërë për t'i shpjeguar. Por në burg nuk kishte asnjë prej tyre. Prandaj 2 burrat ishin të shqetësuar, kishin marrë mesazhe dhe nuk kishin njeri që t'i shpjegonte. Dhe Jozefi u tha diçka që asnjë prift egjiptian nuk do ta thoshte. A nuk i përkasin interpretimet Perëndis? Vargu 8. Jo librave, jo dijes njerëzore, por Perëndis. Vargjet 1 deri në 4. Jozefi shërben edhe në burg. 2 oficerët e mëdhenj u futën në burg dhe kapiteni i rojes, pra Potifari, ja besoi ata Jozefit, dhe ai i shërbente. Vargu 4. Vini re çudin, njeriu që Potifari e futi në burg, tani merr detyrë prej tij. Dhe Jozefi u shërbeu 2 njerëzve nga i njëjti obor që e kishte dënuar. Pa hidhërim, pa "un jam këtu pa faj", kujdesuni vetë. Ky është një nga mësimet më praktike të Jozefit. Ai shërbeu kudo që u vendos, në shtëpinë e Potifarit shërbeu, në burg shërben, dhe një ditë do t'i shërbej gjithë Egjiptit. Nuk priti t'i vite pozita e duhur për të filluar punën. Njerëzit që shërbejnë vetëm kur kanë titullin e duhur, zakonisht nuk shërbejnë kurrë. Vargjet 5 deri në 8. Po pse keni fytyrë të trishtuar? Një mëngjes Jozefi hyri dhe vuri re se të dy ishin të mërzitur, dhe pyeti: "Pse keni sot një fytyrë kaq të trishtuar?" Vargu 7. "Ndaluni pak këtu." Ky njeri ishte në burg pa faj, i tradhtuar nga vëllezrit, i shpifur nga një grua, i harruar nga bota, kishte çdo arsye të ecte me kokën ulur dhe mos i vinte re askush. Por ai pa fytyrat e të tjerëve. Dhimbja jon mund të bëjë 2 gjëra: ose na mbyll brenda vetes derisa nuk shohim njeri, ose na hap syt për dhimbjen e tjetrit. Jozefi zgjodhi të dytën, dhe ky është ndoshta mësimi më i bukur i kapitullit. Nuk duhet të presësh të dalësh nga burgu yt për të filluar të shërbesh të tjerëve. Shpesh njerëzit që kanë vuajtur më shumë i shohin më mirë të vuajturit. Dhe kur i dëgjoi Sumbur, a nuk i përkasin interpretimet Perëndis? Ai kishte një dhunti të vërtet, por ja dha lavdin Perëndis që në fjalinë e parë. Ai që e di se dhuntia nuk është e tija, s'ka nevojë ta mbrojë atë. Vargjet 9 deri në 15. Ëndra e parë. Kupëmbajtësi tregoi 3 deg hardhije që lulëzuan, rrushi që u poq dhe ai që shtrydhte kupën e faraonit. Jozefi ja shpjegoi menjëherë: 3 degët janë 3 ditë dhe brenda 3 ditësh do të kthehesh në punën tënde. Pastaj Jozefi bëri diçka krejt njerëzore, i kërkoi ndihmë: "Por më kujto kur të jesh mirë dhe fol për mua tek faraoni, sepse unë u rrëmbeva nga vendi i hebrenjve dhe as këtu nuk kam bërë asgjë që të më fusi në burg." Vargjet 14-15. Vini re, ai kërkon 2 gjëra:
E para, Jozefi nuk ishte i heshtur si një statuj, ai kërkoi që e vërteta të dëgjohej. Nuk është mëkat të kërkosh ndihmë dhe drejtësi. E dyta, ai e tha të vërtetën pa e sulmuar ndonjërin. Nuk përmendi as emrin e gruas së Potifarit, as të vëllezërve. Tha se ishte i pafajshëm dhe pa shkatruar të tjerët. Vargjet 16 deri në 19. Ëndra e dytë dhe e vërteta që dham. Bukpjeksi, duke dëgjuar një shpjegim të mirë, tregoi dhe ai ëndrrën e vet. 3 shporta mbi kokë dhe zojt që hanin nga shporta e sipërme. Dhe Jozefi duhet i thoshte një gjë shumë të vështirë, 3 shportat janë 3 ditë, për ti do të vdesësh. Ai nuk e zbuti, se ndryshoi mesazhin që të mos e mërziste. Kur Perëndia jep një fjalë, ne nuk kemi të drejtë ta ndryshojmë sepse është e vështirë. Dhe ky është një mësim i rëndësishëm për çdo që mëson, predikon apo këshillon. Dashuria nuk do të thotë të thuash vetëm gjëra të këndshme. Ndonjëherë do të thotë të thuash të vërtetën me butësi edhe kur dhëm. Vargjet 20 deri në 23. Harresa. Pas 3 ditësh në ditëlindjen e faraonit ndodhi saktësisht siç kishte thënë Jozefi. Kupëmbajtësi u kthye në punë. Bukpjeksi u var. Interpretimi ishte i saktë deri në detaj. Dhe pastaj vjen fjala e fundit e kapitullit dhe është ndër më të hidhurat e zanafillës. Por krye kupëmbajtësi nuk u kujtua për Jozefin, por e harroi. Vargu 23. 2 folje për të njëjtën gjë. Nuk u kujtua, e harroi. Sikur Bibla të donte ta theksonte. Jozefi kishte bërë mirë, njeriu që i detyrohej u kthye në pallat dhe e la aty. Dhe kapitulli 41 fillon, 2 vjet më vonë. 2 vjet të tjera në burg për një premtim që askush nuk e mbajti. Por vini re fjalën që përdor Bibla. Kupëmbajtësi nuk u kujtua, kjo është e njëjta folje Zakar që kemi parë disa herë në këtë seri dhe gjithmonë me subjekt tjetër. Perëndia u kujtua për Noeun, kapitulli 8, vargu 1. Perëndia u kujtua për Abrahamin, kapitulli 19-29. Perëndia u kujtua për Rakelën, kapitulli 30, vargu 22. Njerëzit harrojnë, Perëndia kujtohet, dhe kur ai kujtohet, 2 vjet vonesë bëhen çasti i duhur. Fjalët kyçe të kapitullit. A nuk i përkasin Perëndis? Vargu 8. Jozefi mund ta kishte përdorur dhuntinë e vet si mjet për të fituar favore. Në vend të kësaj, ja dha lavdin Perëndis që në fillim, e njëjta gjë do të bëj edhe para faraonit. Nuk jam unë, Perëndia do t'i jap përgjigje. 41:16. Dhuntia e vërtet nuk kërkon vëmendje për vete. Më kujto, vargu 14. Folja origjinale Zakar, e njëjta fjalë e madhe e zanafillës. Jozefi kërkoi një njeriu të kujtohej dhe u harrua. Ne kërkojmë shpesh nga njerëzit atë që vetëm Perëndia e jep me siguri. Njerëzit harrojnë, ai jo. Prandaj shpresa jon duhet ankoruar tek ai, jo tek premtimet e njerëzve. Do të ngrej kokën tënde. Vargu 13 dhe 19. Shpreja nasa rosh të ngresh kokën. Jozefi e përdor për të dy, por me kuptime krejt të ndryshme. Për kupëmbajtësin do të thot rikthim në nder, për bukpjeksin varje, e njëjta shprehje dy fate. Kjo tregon se interpretimi nuk ishte hamendje njerëzore, ishte fjalë e dhënë nga Perëndia. U rrëmbeva, vargu 15. Folja origjinale u vodha, Jozefi e tha të vërtetën për atë që i ndodhi, pa përmendur emra, pa akuzuar ndonjërin me emër. Të thuash të vërtetën nuk do të thotë të shkatërrosh njerëzit. Ai kërkoi drejtësi, jo hakmarrje. Vendi i hebrejve, vargu 15. Vini re se si e quan Jozefi tokën e Kanaanit. Jo shtëpia e babait tim, por vendi i hebrejve. Pas 13 vjetësh në Egjipt, ai ende e dinte se kujt i përkiste. Rrethanat e kishin larguar nga shtëpia, por nuk kishin marrë identitetin e tij. Kjo është shumë e rëndësishme për çdo që jeton larg vendit të vet. Mund të humbasësh adresën, por jo atë që je. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re.
Ka një skenë në Dhjatën e Re që ngjan çuditërisht këtij kapitulli. Një njeri i pafajshëm mes dy fajtorësh, ku njeri shpëtohet dhe tjetri jo. Dhe njëri nga keqbërësit e kryqëzuar e shau, por tjetri i tha: Zot, kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde. Atëherë Jezusi tha: Në të vërtetë po të them, sot do të jesh me mua në parajs. Luka 23:39-43. Jozefi, mes dy të burgosurve, njëri kthehet në jetë, tjetri vdes. Krishti mes dy kriminelve, njëri hyn në parajs, tjetri jo. Dhe vini re fjalën që përdor Kusari, kujtohu për mua. Pikërisht ajo që Jozefi i kërkoi kupëmbajtësit. Por ndryshimi është i madh. Kupëmbajtësi harroi, Krishti nuk harroi kurrë dhe ju përgjigj po atë ditë. Kjo është zemra e ungjillit në një skenë. Njerëzit të harrojnë edhe kur u ke bërë mirë, por ka një që nuk të harron. Isaia e thot me fjalët më të buta të Biblës: A mund të harroj një grua fëmijën e Jirit? Edhe sikur ato të harronin, unë nuk do të harroj. Isaia 49:15. Dhe një gjë e fundit, 2 vitet që Jozefi kaloi në burg pas kësaj nuk ishin kohë e humbur. Nëse kupëmbajtësi do ta kishte kujtuar menjëherë, Jozefi ndoshta do të kishte dalë nga burgu dhe do të kishte shkuar në shtëpi, por Perëndia e donte në Egjipt, pikërisht në vitin kur faraoni do të shihte ëndrat. Harresa e njeriut u bë orari i Perëndisë. Pali e shkroi për këtë. Po të shikojmë, Pali e shkroi për këtë. Të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, Romakëve 8:28. Edhe harresat, edhe vonesat, edhe padrejtësitë. Aplikimi për ne sot. Ka njerëz që kur sëmuren e kthejnë dhomën e spitalit në një vend ku të gjithë ndihen mirë. Pyesin infermierën si është, ngushëllon të afërmit e pacientit tjetër, falenderon për çdo gjë. Dhe ka të tjerë që nuk shohin as ata që u rrinë pranë. E njëjta dhomë dy njerëz krejt të ndryshëm. Jozefi ishte nga të parët. Nga ky mësim neve marrim: së pari, mos prit të dalësh nga burgu për të filluar që të shërbesh. Jozefi shërbeu në burg pas një titull dhe pas një shpërblim. Nëse pret situatën e duhur, pozitën e duhur, kohën e duhur për të nisur që të shërbesh, nuk do ta nisësh kurrë. Shërbe aty ku je, me atë që ke sot. Së dyti, shiko fytyrat e njerëzve rreth teje. Se keni sot fytyrë të trishtuar? Kjo pyetje e vogël ndryshoi historinë. Sa herë kalojmë pranë njerëzve në punë, në kishë, në familje, pa e vënë re që diçka nuk shkon. Dhimbja jonë mund të mbyll brenda vetes, ose të bëj më të vëmendshëm ndaj tjetrit. Zgjidh të dytën. Së treti, jepi lavdinë Perëndisë për atë që di të bësh. A nuk i përkasin interpretimet Perëndisë? Çdo dhunti që ke, mësimdhënia, kënga, mikpritja, aftësia për të dëgjuar, të është dhënë. Kur e përdor, mos e mbaj lavdin. Ai që e di se dhuntia nuk është e tija, e përdor më lirshëm dhe nuk lëndohet kur nuk e vlerësoj. Së katërti, kërkon ndihmë, por mos e ankoro shpresën tek njerëzit. Jozefi kërkoi që ta kujtoni dhe bëri mirë që kërkoi, por njeriu e harroi. Kërkon ndihmë kur të duhet, fol me njerëzit, me familjen, me miqt, vetëm mos e vendos gjithë shpresën aty. Njerëzit harrojnë, Perëndia jo. Së pesti, thuaj të vërtetën edhe kur dham. Jozefi ja tha bukpjekësit të vërtetën e hidhur, pa e zbutur. Nëse dikush ka nevojë të dëgjojë diçka të vështirë, një fëmijë, një mik, një vëlla në kishë, mos ia fshi nga dashuria e rreme. Thuaja me butësi, por thuaja. Së gjashti, vonesa mund të jetë orari i Perëndisë. 2 vjet të tjerë në burg dukeshin humbje e pastër. Por nëse do të kishte dalë më herët, Jozefi nuk do ishte aty kur faraoni pa ëndrat. Perëndia nuk e humbi kohën tënde. Ai po e rëndit gjithçka për çastin e duhur. Ajo që ti e quan vonesë, ai e quan përgatitje. Çfarë mësojmë sot? Zanafilla 40 na tregoi një njeri të pafajshëm që shërbeu në burg pa u hidhëruar, që vuri re fytyrat e trishtuara të tjerëve, ndërsa vetë kishte më shumë arsye për trishtim, që ja dha lavdin Perëndisë për dhuntinë e vet, që tha të vërtetën edhe kur të dhambë, që kërkon ndihmë me dinjitet dhe u harrua.
Kapitulli mbyllet me fjalinë më të hidhur: "Nuk u kujtua për Jozefin, por e harroi." Njerëzit harrojnë, por Perëndia kujtohet dhe 2 vjet më vonë do ta vërtetojë. Mbaje mend këtë varg, edhe sikur ato të harronin, unë nuk do të harroj. Isaia 49:15. Njerëzit mund të harrojnë çfarë ke bërë për ta. Perëndia nuk e harron kurrë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë mbi ju, Zoti ju bekoft.